Milioneri lejon familjen e pastret të jetojë në garazhin e tij. Zemra i thyet kur të nesërmen zbulon se John, një biznesmen i pasur, nuk mund të injoronte pamjen e një nëne të pastre dhe dy fëmijëve të saj të vegjël që dridheshin pranë shtëpisë së tij gjatë një mbrëmjeje të ftohtë. Me dëmshuri, ai i ftoi të qëndronin në garazhin e tij të ngrohtë të madh. Nëna, Sara, e pranoi ofertën e tij me mirënjohje. Lehtësimi i saj ishte i dukshëm, por dukej ende në ankth. Atë natë, i paftë për të fjetur, Robert luftoi me dyshimet për vendimet e tij. Në fund të fundit duke siguruar veten se një vepër e mirë do të çonte në rezultate pozitive. Zemra e tij u thye kur zbuloi realitetin shqetësues të nesërmen. Por përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin like. Siguroni që të abononi dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur John i tregoi për herë të parë familjes organizimin komod që kishte bërë në garazh, ai siguroi ata se mund të qëndronin për sa të kishin nevojë. Familja dukej vërtet mirënjohëse dhe John ishte i kënaqur me vendimin e tij. Teksa u vendosën, John vuri re disa lëvizje të çuditshme gjatë natës rreth pronës së tij. Por i odhi poshtë pasi familja po rehatoi në shtëpinë e tyre të re të përkohshme. Ai u përpoq të shpërfilte ndjenjën e ankthit dhe u kthye për të fjetur. Dita kaloi pa incidente dhe ai mendoi se zonja Evans dhe të tjerët po reagonin tepër. Megjithatë, gjërat ishin gati të vështirësoheshin. Në mbrëmje, shqetësimi i Johnit ishte rritur, duke shtyrë atë të vendoste të kontrollonte garazhin atë natë. Ai shpresonte të gjente gjithçka normale, por instiktet e tij sugjeronin të kundërtën. Me rënien e natës, ai u përpoq të përqendrohej te puna, por mendja e tij vazhdonte të ishte në garazh. Vonë atë natë, John doli fshehur azi në garazh, duke parë nga një vrim në derë. Ai vëzhgonte familjen duke bashkëvepruar ngrohtësisht, por me tone të eshtura. Ata duke se po diskutonin për diçka të rëndësishme, gjë që i zgjoi kurreshtjen. Në vend që të përballej me familjen, Johnny vendosi të monitoronte veprimet e tyre. Gjatë ditëve në vijim, ai e bëri zakon të vëzhgonte gjatë natës. Ai vuri re detaje të vogla dhe kuptoi se kishte nevojë për më shumë informacion përpara se të merrte masa. Familja u vendos në një rutinë, por John nuk mund të shpërfilte mospërputhjet. Ata pritën vizitorë të pazakontë në orë të çuditshme, duke ngritur dyshimet e tij. Pavarësisht sjelljes së tyre miqësore gjatë natës, aktivitetet e tyre gjatë natës ishin dyshimta. John shtoi vëzhgimet e tij, duke shpresuar për një shpjegim logjik. Dyshimet e Johnit u ritën teksa vëzhgonte automjete që vinin natën vonë. Familja u zhndrua nga e sjellshme dhe ngrohtë gjatë ditës në një entitet tjetër gjatë natës. Kjo sjellje ishte në kontrast të fortë me personalitetin e tyre gjatë ditës, duke e bërë Johnin të vërë në dyshim vendimin e tij për t'i lënë ata të qëndrojnë. Me kalimin e ditëve, John vuri re një fluks të vazhdueshëm paketash të dorëzuara në garazh. Frekuenca dhe vëllimi dukeshin të tepërta për një familje që jetonte atje. Ndjenjat e tij fillestare të bujarisë filluan të zbeheshin pasi diçka nuk shkonte. John mendoi të thëriste autoritetet, por vendosi të mblidhte prova konkrete së pari. Ai instaloi kamera të fshehta rreth pronës së tij për të kapur çdo aktivitet të dyshimit. Teksa vendosi kamerat, ndjeu një përzierje ankthi dhe vendosmërie për zbuluar të vërtetën. Duke rishikuar pamjet, dyshimet e Johnit u thelluan. Ishte shumë dërgesa në kohë të çuditshme, shkëmbime të nxituara dhe biseda të përshpëritura. Një mbrëmje, miku i Johnit, Cliffy, dhe një oficer i policisë, Steve, i vizituan. Ata diskutuan për aktivitetet e çuditshme të kapura nga kamerat. Steve këshilloi të bënin kujdes, duke sugjeruar se nevojiteshin më shumë informacione përpara se të ndërmerreshin veprime. Cliff ra dakord ata vendosën të prisnin përpara se të përfshinin autoritetet. John vazhdoi të rishikonte pamjet, duke vënë në dukje modelet e dërgesave dhe shkëmbimeve të rregullta gjatë natës, duke dyshuar për një lidhje më të thellë. Megjithse ai nuk doli në përfundimet nxituara, por kuptoi se diçka më e madhe ishte në lojë. John ndiej gjithnjëherë i shqetësuar ndërsa grumullonte informacione për familjen misterioze në lagjen e tij. I bindur se diçka e keqe po ndodhte, ai u zotua të zbulonte të vërtetën. Ndërkohë, djali adoleshenti i familjes u miqësua me një fëmijë vendas dhe Johnny dëgjoi bisedat e tyre të fshehta duke lënë të kuptohet për një agent të fshehur.
Ai dokumentoi me përpikmëri çdo ndërveprim të çuditshëm në një ditar, me mikun e tij Cliff duke paralajmëruar atë të ishte i kujdesshëm. Pavarësisht nga rreziqet, misioni i Johnit për zbuluar të vërtetën ishte i palëkundur. Tensioni u rrit teksa John shqyrtonte pamjet e kamerës, duke konfirmuar se familja po grumullonte kontraband në garazh. Pavarësisht instiktit të tij për veprim të menjëhershëm, Johnny u përqendrua në vëzhgimin e përpikt, duke shpresuar të mblidhte provat e nevojshme për zbuluar të vërtetën. Atë natë, Johnny e pa familjen përmes kamerave të fshehta, duke u ndier në ankth ndërsa djali adoleshent kërkonte furishëm në garazh për kamera. Veprimet e dyshimta të djalit treguan se ai dyshonte për mbikëqyrje, duke bërë zemrën e Johnit të rang nga frika se mos zbuloi. Përkundër kësaj, John shpresonte që mbikëqyrja e tij të mbetej e matur, ndërsa shqetësohej për pasojat e mundshme. Të nesërme në mëngjes, Johnny u alarmua kur gjeti një shënim të fshehtë në pragun e shtëpisë së tij, ku lexoi: "Teu tani." Ky paralajmërim duke si një lojë macemi me Johnny si pre. Megjithatë, ai vendosi të gërmonte më thellë në të kaluarën e tyre, duke zbuluar adresat e mëparshme dhe duke bashkuar historitë e tyre. Çdo zbulim ushqente dyshimin e tij se pafajësia e tyre ishte një fasadë. I vendosur për të mësuar më shumë, Johnny punësoi një hetues privat, duke ofruar një dosje detajuar mbi familjen. Hetuesi premtoi se do zbulonte ndonjë skelet të fshehur, duke lënë Johnny në një lojë tensionuar pritjeje. Gjetjet e hetuesit konfirmuan frikën e Johnit. Familja kishte një histori krimesh të vogla dhe aktivitete dyshimta, duke lëvizur nga një lagje në tjetrën. Megjithatë, shtrirja e plotë e operacioneve të tyre ishte e paqartë. Operacionet e tyre ishin më të liga dhe më komplekse se sa ai imagjinonte, duke përfshirë skema sofistikuara në shtete ndryshme. John u shqetësua për implikimin e tij të mundshëm, vetëm duke i strehuar ata, duke kuptuar se reputacioni dhe siguria e tij ishin në rrezik. Fasada miqësore e familjes ishte e veshur e holl. I vendosur për të vepruar, John zbuloi pjesë të dosjes një gazetari të besuar vendas, duke synuar të mbronte veten dhe komunitetin. Gazetari, duke ndjerë një histori të vërtetë, u zotua të hetoj më tej. John shpresonte se kjo do të çonte në ekspozimin dhe demaskimin e familjes. Gazetari vendas e publikoi lajmin, duke vënë nën vëzhgim familjen. Fqinjtë filluan të shikonin nga afër, duke përshpëritur për çdo të re. Tensioni u rit pasi njerëzit kërkonin përgjigje dhe familja nuk mund të lëvizte më në mënyrë anonime. John ndjeu lehtësim dhe ankth, duke ditur se i kishte shtyrë në sy të publikut, por kishte frikë nga reagimi i tyre. Hetimi i tij e vazhdueshëm zbuloi lidhje mes familjes dhe figurave të rrezikshme, duke bërë situatën të pasigurt. Rrjeti i tyre përfshinte individ me histori të dhunshme, duke e përndjekur Johnin dhe duke zbehur ndjenjën e tij të sigurisë. Gjumi u bë i pakapshëm, ndërsa ai shqetësohej për akmarrjen, duke kaluar netë të shqetësuara duke mbrojtur veten dhe komunitetin. Cliff mbeti një alat i palëkundur, duke kërkuar kujdes. Ai besonte në misionin e Johnit, por ishte shqetësuar për rrezikun e rritje. Një mbrëmje, Steven i informoi Johnin për një bastisje të afërt të policisë në operacionet e familjes, duke këshilluar që të mbante një profil të ulët për të shmangur kapjen nga zjarri. Me këtë zhvillim, John e dinte se kulmi i hetimit të tij ishte afër dhe u përgatit për ndikimin. Me afrimin e bastisjes policisë, John i shqyrtoi me përpikmëri pamjet e tij për prova konkrete. Ai ndjeu se tensioni po rritej ndërsa ndjekja e tij e pamëshirshme për një familje kriminale i afroi kulmit. Papritur, një ish bashkëpunëtor i familjes u drejtua Johnit, duke i ofruar njohuri kritike. Ky alat dha informacione kyçe për operacionet e familjes, duke konfirmuar dyshimet e Johnit dhe duke dhënë atij fuqi. Kjo kthesi dha Johnit një fije shprese mes tensionit në rritje. I armatosur me inteligjencë të re, ai u ndje më i përgatitur për të përballur çdo gjë që do të vinte më pas, duke ditur se nuk ishte plotësisht i vetëm në këtë luftë. Në mëngjesin e bastisjes, tensioni ishte i dendur. Fqinjtë e Johnit panë me kurreshtje teksa automitet e policisë pa shenja rreshtoheshin qetësisht në rrugë. Steve, një oficer policie, i bëri me kokë ekipit të tij, duke konfirmuar detajet. Zemra e Johnit të rrihte nga pritja, duke ditur se gjithçka do ndryshonte. Oficerët u vendosën në pozicion. Çdo hap i bënte jon peshës situatës, ndërsa lagja mbante frymën. Drita ndese ndriçuan pronën e Johnit dhe kaosi shpërtheu brenda garazhit, ndërsa familja rëmbeu sendet në një nxitim të furishëm. Ata dëgjuan dikë të bërthiste, duke shkaktuar tronditje në grup. John shikonte nga një largësi e sigurt,
i kapur mes lehtësimit dhe ankthit. Policia e ka trajtuar me saktësi, duke rrethuar zonën dhe duke hyrë, ndërkohë që atmosfera ka qenë e tensionuar. Brenda garazhit, kaosi mbretëroi ndërsa Steve dhe ekipi i tij zbuluan ndarje të fshehura të mbushura me sende të palishme. Lagja, dikur e qetë, tani qëndronte në eshtje të habitur. Policia katalogoi një sër kontraband dhe sende të palishme nga garazhi. John ndiu lehtësim të përzier me faj, pasi familja ishte implikuar veten e tij, por edhe njolloste vullnetin e tij të mirë. Ne kemi prova të mjaftueshme për t'i lënë ato për një kohë të gjatë, komentoi Steve, duke u përpjekur ta ngushëllonte atë. Mendimet për një akmarrje të mundshme dukeshin të mëdha, duke kujtuar Johnit se situata kishte përfunduar. Lagja gumzhinte nga emocionet kontradiktore. Lehtësimi ishte i dukshëm, por tradhtia zgjati. Disa banorë u ndjen mirënjohës për veprimet vendimtare të Johnit, ndërsa të tjerë u zemëruan për trazirat. John u fokusua në bashkëpunimin me autoritetet, duke dorëzuar gjitha provat e tij të mbledhura. Shtrirja e plotë e mashtrimit të familjes u bë e qartë, dhe John shpresonte se informacioni do të jepte fund shfrytëzimeve të tyre një herë për gjithmonë. Steve kreu intervista pasuese, duke bashkuar operacionet e gjera të familjes. Mediat pushtuan lagjen, duke e bërë publike historinë dhe duke portretizuar Johnin si një hero vendas. Gazetarë kërkuan me padurim intervista, duke lavdëruar përpjekjet e Johnit, por ai ishte më i shqetësuar për të siguruar sigurinë e komunitetit. Ai dha Steve një uri shtesë, i vendosur të zgjidhte rrjetën e mashtrimit. Garazhi i tij, dikur një vend rehatije, tani ndihej i ndotur nga mashtrimi. John e kuptoi se vullneti i tij i mirë ishte shfrytzuar, duke kthyer vendin e shenjtë në një qendër aktivitetesh të palishme. Besimi dhe bujaria e tij ishin manipuluar, duke lënë atë të pambrojtur. John u përball me tradhtin, e cila detyroi të rishikonte veprimet e tij. Edhe komuniteti u trondit, duke luftuar mes mirënjohjes për mirësinë fillestare të Johnit dhe mosbesimit për shkak të zbulimeve. Ai e kuptoi se akti i tij i bujarisë ishte pasojë të paparashikuara, duke prekur jo vetëm atë, por të gjithë rreth tij. Udhëtimi i Johnit nxori në parë rezultatet e papritura të veprimeve me qëllime të mira. I njohur për bujarinë e tij, komuniteti e kishte admiruar gjithmonë. Lejimi i familjes së pastreje për të qëndruar në garazhin e tij dukej si një akt i thjeshtë mirësie. Zbulimi ja shkatërroi besimin në mirësinë e tij dhe e la atë të vinte në dyshim besimin që dikur e kishte të shenjtë. Gjetja e ndarjes së fshehur në garazhin e tij shkatërroi ndjenjën e vullnetit të mirë të Johnit. Ajo që dukej si një akt i thjeshtë mirësie u zhndrua në një makt. Zbulimet e të nesërme se lan pa fjalë dhe zemërthyet. Ai pa vedi e kishte rrezikuar reputacionin e tij duke ndihmuar familjen, ndërsa përpunoi tradhtin, ai kuptoi se veprimet e tij, edhe pse me qëllime të mira, ishin pasoja të tmerrshme, të cilat nuk mund t'i imagjinonte kur. Karakteri dhe botë kuptimi i tij u ndryshuan në mënyrë të pakthyeshme. Njeriu që ai ishte më parë ishte transformuar nga tradhtia dhe zhgënjimi, duke ndryshuar përgjithmonë këndvështrimin e tij për besimin dhe bujarinë. Faleminderit shumë për shikimin. Nëse ju ka pëlqyer kjo histori, mos harroni të shtypni butonin pëlqim, të abonoheni dhe të shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni kur një prallë tjetër të besueshme si kjo.